bëhet me Olën, e flas, për 5 minuta e shoh me Borën. Edhe unë them 2 sekonda më dha. Ka kjo gocë një lloj shoqërie me mua? Nuk më intereson fare, nuk du me ju fol. Olës unë nuk ja fal, për një arsye. Jemi një mosh, po përjetojmë një gjë shumë të madhe këtu brenda. E kam thënë që unë e besoj që Ola është e sinqertë te kjo ndjesia me Adin. Nuk e di se sa herë në mëngjes kur e kam parë duke qari, kam thënë hajde, ajo një herë mua s'ka të më pyes, Vanes, a je mirë? Ajo në 1, 2, 3, 4 gjëra Adin e ka poshtë. Pse të mos mendoj unë që kjo gjë është pjesë e lojës? Ne jam lojë bashkë, me Adin nuk do ta bëjmë bashkë. Adi mos po më flet mirëmëngjes. Ka frikë se shefa jote i thotë se po i flet këtyre. Nuk do doja që miqësia ime me të ndikohej për shkak të një personi tjetër, që në këtë rast është Ola. Nuk priteni kjo video më të stop. Çfarë ajo thot gabim, ky e përforcon, se i duket sikur e mbron, po nuk po e kupton që po bën dëm. Ai u mërzita, që e ka me keqen. Lini rehat, ju në punë tuaj, në punë time. Unë shikoj një vajzë lojtare dhe egoiste. Nuk shikoj një dashuri, një ndjenjë të pastër. Kush është më i rrezikuni? Ti e mund. Edhe vetëm për Sena? Po, mo. Çiftet çka supozohet të bëva, më mendja që njerëzit i kanë qesh. Adin e shikoj shumë të përfshirë, ndërsa në këtë moment Olën e shikoj më të kalkuluar. Ola nuk e ka pas vërtet këtë vujtje. Ola është një person kaq i ulët, që sulmon një gjanë që ajo vetë ka mësu. Indri është mashtrues. Pikë më peti, Indri është mashtrues, është mashtrues. Po shumë ba me më komentu mu Ola. Si s'm ka frikë herë, se ka arsye me mbas frikë. Pse? Pa e di nej. Nga gjakan, s'kan gjatë tjetër për shama me të sulmu ty. Po sa dhe mu se në fund të onë. Kur e thot drejtën, djeg. Kaq sa po shoh nga Ola dhe Adi, vazhdimsi më të sigurt do thoja unë dhe Indri. Sinqerisht nuk më japin asnjë lloj emocioni, asnjë skeq. Gjëja jo është reale, duan apo nuk duan të pëlqejnë. Pra na i djekë se vetja nuk është reale. Shumë e thjeshtë.